Përshëndetje të gjithëve, unë jam profesor Ekson Ademi, profesor i kimisë në gjimnazin 7 Marsin në Tetov. Sot do të vazhdojmë një mësim të ri nga lënda e kimisë për vitet e para të gjimnazit. Përpara se të nisim, ju lutem merrni përpara vetes një fletore dhe stilograf për të shënuar gjërat të cilat do ju interesojnë, për të cilat mund të bëni më vonë edhe pyetje. Njësia mësimore është substancat e përbëra apo komponimet kimike. Çfarë do të mësoni gjatë kësaj ore, do të mësoni se çfarë janë substancat e përbëra apo komponimet dhe ku dallojnë ato nga njëra tjetra. Do mësoni të njihni dhe të dalloni komponime kimike në natyrë, të dini dallimin ndërmjet komponimeve kimike dhe elementeve kimike. Dhe në fund do mësoni se ku regjistrohen apo ku mbahen mend të gjitha këto miliona komponime kimike të cilat zbulohen çdo ditë nëpër botë. Në mësimin e kaluar, gjatë vitit të parë, ju keni mësuar se çfarë janë substancat. Gjithashtu keni mësuar se ato ndahen në dy grupe themelore, në përzierje dhe në substanca të pastra, për shkak të numrit të madh dhe llojshmërisë të ndryshme të tyre. Në mësim të fundit keni pasur elementet kimike dhe keni mësuar se ato janë substanca të thjeshta, të cilat nëpërmjet faktorëve fizik dhe kimik dhe veprimit të tyre, ato nuk mund të ndahen në substanca tjera të thjeshta. Kurse sot, pra, do të vazhdojmë dhe do të marrim këtë pjesë që është e rrethuar me të kuqe, substancat e përbëra apo komponime. Derisa ju keni mësuar për elementet kimike si substancat më të thjeshta që njihen në natyrë, ju keni mësuar se ato janë 118 në numër dhe kur elemente të ndryshme lidhen në mes veti, ato formojnë molekula. Tani do mësojmë se çfarë është një komponim kimik. Duhet të dini se nëse substanca e pastër është e formuar nga së paku dy elemente të ndryshme, ajo ndryshe quhet si komponim kimik. Pra, për të qenë komponim kimik, substanca e pastër duhet patjetër të ketë në veti dy e më tepër elemente kimike të ndryshme. Derisa ekzistojnë 118 elemente kimike, me bashkimin e tyre formohen dhe janë të njohura deri në vitin 2020 rreth 60 milion komponime të ndryshme. Ju me siguri do të jeni të interesuar gjithashtu edhe se si formohen këto komponime. Komponimet kimike mund t'i konsideroni si fjalët në gjuhë, të cilat formohen me bashkimin e 36 shkronjave pra në gjuhën shqipe. Nga 36 shkronja formohen diku mbi 60.000 fjalë. Njëjtë janë edhe komponimet kimike. Pra, kur 118 elementet kimike të ndryshme që janë të radhitura në sistemin periodik lidhen apo bashkohen me njëra tjetrën, ato formojnë mbi 60 milion komponime të ndryshme. Për shembull, e keni në figurën e mëposhtme me lidhjen e një atomi kalcium dhe një atomi oksigjen, formohet komponimi oksidi kalciumi, i njohur si gëlqeja e pashuar, e cila përdoret në jetën e përditshme dhe në ndërtimtari. Pra, oksidi kalciumit ndryshe përmban dy atome të dy elementeve të ndryshme, elementit kalcium dhe elementit oksigjen. Këto dyja lidhen me lidhje kimike dyfishte që ju do ta mësoni në të ardhmen dhe formojnë një komponim. Shembuj të tjerë shumë interesant janë molekula e ujit, e cila përmban 3 atome të dy elementeve të ndryshme. Përkatësisht formohet kur lidhen dy atome hidrogjen me një atom oksigjen. Molekula e famshme e ujit që ju e keni dëgjuar dhe më parë. Apo dioksidi i karbonit nga ana tjetër, i cili është i formuar nga lidhja e një atomi karbon me dy atome oksigjen. Megjithë
Megjithatë, ekzistojnë edhe komponime të cilat janë të përbëra edhe me lidhjen e një numri më të madh të atomeve të më shumë elemente të ndryshëm. Jo domosdoshmërisht pra duhet të lidhen 2 apo 3 elemente të ndryshëm. Keni shumë komponime që janë pjesë organizmit të njerëzit apo organizmit të qenieve tjera të gjalla, apo substancave të tjera të cilat ne i përdorim në natyrë, komponime të cilat janë të ndërtuara me shumë numër të madh të atomeve. Për shembull, e keni molekulën e etanolit. Shiqoni pra te molekula e etanolit ka një numër i madh elementesh kimike dhe atomesh dhe plotëson rregullën për t'u quajtur komponim sepse përmban 6 atome hidrogjen, 2 atome karbon dhe 1 atom oksigjen. Pra, keni në përgjithësi 3 elemente të ndryshme: hidrogjenin, karbonin dhe oksigjenin. Kur këto 3 elemente me numër të ndryshëm të atomeve janë bashkuar e kanë formuar etanolin, një komponim që kohët e fundit, për shkak të pandemisë, është përmendur shumë si përbërës kryesor i dezinfektantëve që duhet të përmbante mbi 70%. Dhe ju e keni parë si komponim dhe si substancë e pastër e cila është përdorur posaçërisht në kohën e fundit. Kur komponimet i nashtrohen veprimit të ndonjë faktori fizik, si nxehtësia, intërsimi apo rryma elektrike, ose ndonjë faktori kimik si veprimi me acide dhe baze, ose gjegja, ato mund të shpërblehen dhe mund të zbërthehen në substanca tjera të thjeshta apo elemente nga të cilat janë formuar. Pra në dallim nga elementet kimike, të cilët nuk mundeshin të shpërblehen dhe të formuan substanca tjera të thjeshta, komponimet janë e kundërta. Për shkak se përmban nga më shumë elemente, komponimi kur zbërthehet mund të fitohet element apo substancë tjetër më e thjeshtë. Gjithashtu ju me siguri do t'ju interesoj se këto komponime kimike, të cilat zbulohen çdo ditë në laborator, në industri, në vende të ndryshme nëpër botë, ku regjistrohen, kush i mban mend? Regjistrimin e komponimeve kimike me numër të veçantë identifikues dhe me emër saktësisht të njohur në të gjithë botën e bën Servisi i Abstrakteve Kimike, Chemical Abstract Service, shkurt shënon me shkronjën CAS, që është me seli në Ohio, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku deri më tani janë regjistruar dhe njihen dhe në vitin 2020 mbi 60 milion komponime me emër standard në të gjithë botën dhe numër identifikues të veçantë për secilin komponim. Në këtë pjesë kam shënuar 5 detyra apo pyetje të cilat ju mund ta provoni veten dhe të përgjigjeni pasi ta keni dëgjuar këtë mësim dhe pasi ta lexoni edhe në libër. Gjeni 5 komponime kimike që keni dëgjuar dhe tregoni për çka përdoren ato. Mund shumë lehtë të gjeni atje edhe ku jeni të ulur, ku edhe dëgjoni këtë mësim 5 komponime kimike dhe të tregoni se për çka përdoren. Pyetja tjetër është, a mund të zbërthehet gripa e kuzhinës apo kloruri i natriumit si komponim kimik në substanca tjera më të thjeshta dhe tregoni pse. Faleminderit për vëmendje.